unë kam betur e vetë mja mbesë të shi, nuk ka njeri tjetër, unë jam 82 vjeqë. Lazarin, unë nuk e kam njojtur, unë kam qenë në fëmijë, kur a i që dënuar, edhe nuk jeton të këtu në vendin tonë. Babaj dhe mamaja nuk në flisnin kurrë për këtë, gjagja. Mund t'ju duke çudi që unë e kam mësuar që Lazari është vrarë nga partia, kur unë kam qenë 14 vjeç dhe vajta në gjimnas. Sa ymë vitin e parë në gjimnas, për 2 javë, shkolla fillon të 1 shtator, bëmë mbledhje që të hynim në rini. Nuk e di, ishim 4 klasat të para. Jo, nxënësit që më njinin mua në shkollë, se ne kem shkollat të ndryshme, dhe kur u bë biografia time, unë kisha shkruar babai është një tregëtar i mesëm, nuk është i dënuar, se këto gjëra dinja. Dhe kështu që e vërteta për baban tim. Një nxënëse nga një shkollë, jo për shkollës tonë, unë ngrit dhe tha, Elisaveta nuk na i tha mirë biografinë, sa jo ka një gjagja të pushkatuar. Daç besoni, daç më besoni, po unë në moshën 14 vjeç kam marrë vesh që unë kam patur një gjagja. Tash i patëm siklete, se nuk mos në studiuam, nuk mos bëhesh e donjë, po prapë neve e kaluam, unë gjimnazin e bera, yra ndërmarrjen e qilimave, kisha shumë shoqe të mira. Dhe që ishim pa shkollë dhe me shkollë, dhe aty u mësova si të punoj dhe si të jem e fortë dhe për të përballoj çdo gjë në jetën time. Ju falenderoj edhe njëherë që po bëni kënder kaq të madh për të xhaxhanën tim.